Dhe pas blogot publicitar, themi në studio, Dhe për të vazhduar. e kemi të mbushur kështu për plot libra. Definitivisht. Se. Do të vazhdojmë te kam deri dhe kënaqësinë që me neve në studio të jetë muzikologu Bekim Ramadani, i cili të shtunën do të promovon 2 libra. 2 libra, se çfarë libra bëhet fjalë dhe se çka qysh tek. Do të realizojmë një bisedë shumë interesante që ma merr mendja që të gjithë juve do t'ju pëlqejë. Fillimisht mirë se erdhët zoti Bekim. Mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën. Si jeni me Tash jam me ethet e organizimit të përurimit të librave që kam botuar kohëve të fundit. Po, bëhet fjalë për 2 libra. Ja, Elios Regji që edhe të fokuson këto, janë këto librat. I parish me ditim për artin tem. Dhe i dyti libër është Dëgjo këngën dhe haro brengën. Po. Mba është. Fokusojmë edhe librin e dytë. Po. Me ditim për artin tim edhe Dëgjo këngën dhe haro brengën. Për çfarë libra bëhet fjalë? Këto janë 2 libra të fundit në vazhdën e botimeve të mia. Unë të them më herët kam pasur edhe ca botime të tjera, botime nga fusha të ndryshme të muzikës, sepse dikush i muzikën e kupton në shumë thjesht, ndërkaq muzika është një art shumë kompleks që në vete ngërthen edhe shumë drejtime të tjera. Gjithherë kur kam bashkëbiseduar me miq e me shok, thonë sot do të flasim për muzikën. Po them për cilën muzikë? Për çfarë probleme të muzikës? Do flasim për muzikën zbavice, do flasim për muzikën korale, do flasim për muzikën kishtare, do flasim për muzikën folklorike, do flasim për muzikën popullore, do flasim për muzikën serioze, apo për muzikën romantike, apo për muzikën themi të barokut, apo të renesansës. Dhe kështu del që muzika është një lëmi shumë komplekse, po unë në këto libra jam munduar të përmbledh probleme të ndryshme që kanë të bëjnë me sfera dhe probleme dhe çështje problemore të muzikës. Pra, në librin Meditim për artin tim, unë kam ngërthyer disa çështje problemore të cilat gjatë një dekade të tërë i kam botuar në për revista, gazeta, në për portale, shkrime të cilat kanë të bëjnë me muzikën, shkrime të cilat paraqesin pra një mozaik, paraqesin pra një polifoni zërash. Janë shkrime filozofike, shkrime analitike, shkrime eseistike, shkrime pra nga një përvojë 10 vjeçare. Këto shkrime pra unë i kam përmbledhur nga përvoja e thukë të ngjeshur muzikore, duke par interpretues të ndryshëm, duke dëgjuar vepra të ndryshme, duke studiuar vepra, duke vështruar pastaj punën krijuese, çështjen e përjetimit të veprave, impresione pra nga ato shfaqje, nga talent të shumt. Ka në shkrim edhe qasje për Rapsodin, që është një personazh shumë i rëndësishëm në rrugën e trashëgimisë kulturore. Ka një dedikim dedikuar një profesoreshës së muzikës me terminologji muzikore. Është një shkrim që ka të bëjë me mllefin e artistit për të gjitha këto padrejtësi që bëhen gjatë kohës sonë, po them edhe historikisht, sepse them veprimtaria krijuese, puna intelektuale është një punë shumë e vështirë, një punë që kërkon sakrificë, që kërkon kohë, që kërkon energji, që kërkon djers. Dhe është një punë që në anën tjetër nuk të krijon, themi, një lloj satisfaksioni, nuk të krijon një lloj benefiti material. Dhe unë kur kthehem historikisht, shikoj edhe gjatë të kaluar se shumë bile dhe njerëz të mëdhej të fushave të ndryshme të artit nuk kanë pasur benefite, nuk kanë pasur ndonjë kënaqësi, themi, edhe materiale. Përmendim Schubertin, Schumannin, përmendim Brahmsin, mund përmendim edhe Johann Sebastian Bachun, për shembull, i cili ishte në gjendje një partiturë ose një vepër të madhe ta jepte për shumë pak të hodha sa për të siguruar ushqim familjes. Jetonte në varfëri të thellë, në pragun e varfërisë, por megjithatë kishte diçka që e shtynte. Kështu ndodhe me krijuesit e sotshëm dhe
pjesa dërmuese e krijuesve në shekullin tonë, në planetin tonë, nuk sjellin të thuash përfitime nga puna që bëjnë. Janë shumë pak ata që përfitojnë materialisht, themi që përfitojnë ndonjë që po, ku është problemi? Problemi është që edhe unë bëj në pjesën e këtë shumicën tjetër edhe gjithkush kur më pyet pse po shkruan, po them që as vetë nuk e di, është një forcë shtytse, është një forcë magjike që vjen nga brenda dhe që më detyron të merrem me punë krijuese. Me këtë rast unë du të përmendi bile më kujtua tash një thënie një shkrimtari francez i cili në vitin 1915 fiton çmimin Nobel për letërsi, i cili thot: puna krijuese është gëzimi i jetës. Puna krijuese më detyron që ta vras vdekjen. Është ajo e cila me të vërtetë të kërkon një energji të madhe, mirë po që në të njëjtën kohë të dhuron një energji pozitive në vetë dhe të krijon, se mos themi lumturi me atë të cilën e krijon. Mirë po, do doja të pyesja se sa është e vështirë në fakt që të merreni me botime të librave. Kjo është një punë shumë e vështirë, një sistem shumë kompleks, pra që nga një proces them shumë i ndërlikuar dhe kompleks që nënkupton tër atë periudhë nga ideja fillestare e deri te momenti promovues. Pra, është një proces shumë i ndërlikuar që kërkon shumë mund, kërkon shumë energji, kërkon shumë kohë, kërkon shumë djers. Dhe në fund dikush i të thot, po pse shkruar, pse merresh me shkrime? Sot është një kohë kur njerëzit nuk lexojnë, njerëzit nuk kanë interes për leximin. Por megjithatë, është diçka që vazhdimisht të detyron të shkruash, sepse është një nevojë e thellë, vjen nga brenda. Unë desha të dal pak edhe tek libri i parë, Meditim për artin tim. Pse vendosët pikërisht ta titullosh për kështu dhe sa kohë të mori që vje deri te ky moment i promovimet? Kur them meditim për artin tim, e kam fjalën se arti im është muzika dhe unë meditoj gjatë gjithë kohës për muzikën. Pra është muzika me të gjitha ato elementet përbërëse që më detyrojnë ta tekaloj them atë të menduarit dhe të kaloj në një fazë ose në një stat tjetër që quhet meditim. Pra, e thash, të gjitha ato elemente që kanë të bëjnë me vlerat degraduese, që kanë të bëjnë, themi, me stërollimin e shijes estetike, që kanë të bëjnë me peripecit e një talenti derisa të bëhet një interpretues i mirëfillt, dalja në skenë e tij, paraqitja para publikut, interpretimi, si publiku do ta përjetoj veprën, vështrimet, analizat, intervistat e dhëna rreth problemeve konkrete, të gjitha këto më kanë detyruar pra që ti këto momente ti pranoj, ti shtjelloj, ti analizoj dhe në fund përmes një meditimi edhe ti publikoj. Sa mendoni që vlerësohen dhe lexohen librat në këtë kohë moderne, mund të themi, ku të gjithë janë të dhënë pas internetit, dhe sa mendoni që është interesimi i madh? Fatkeqësisht, sot interesi për të lexuar është shumë i dobët. Edhe nga dita në ditë bie interesi, por faji është shumë kompleks, pra për ta zgjidhur problemin dhe për ta gjetur fajtorin, ne duhet bëjmë një vështrim, një studim shumë të stërholluar, sepse janë rrethanat politike, janë rrethanat ekonomike, janë rrethanat e konkurrencës jo të mirëfillt, janë rrethanat e zhvillimit të teknologjisë, janë rrethanat e globalizimit e të tjera, por megjithatë mendoj që vendin e librit nuk mund ta zavendësoj asgjë tjetër. Pra, librat duhet lexuar, bibliotekat shtëpiake duhet pasuruar me libra, sepse
për të dalë në dritë një libër, duhet të kaloj sa filtra të caktuar, duhet të kaloj një ekip redaktues, duhet të kaloj recensente, lektore të tjera. Ndërkaq, publiku preferon të lexojë diçka bombastike, diçka spektakulare, diçka që nuk mund të mbështetet në parametra shkencore. Pra, për të krijuar kjo vepër janë përdorur të gjitha kategoritë logjike, duke filluar nga analiza, sinteza, përgjithësimi, abstrahimi, induksioni, deduksioni, statistika e të tjera. Ndërkaq, shohim edhe nxënësit edhe studentët gjithmonë preferojnë diçka që është shumë e holl, diçka shumë e lehtë për ta perceptuar, për ta absorbuar. Megjithatë, them që libri nuk mund të zëvendësohet nga shkrimet që bëhen nëpër portale, nëpër këto rrjetet sociale të tjera. Është shumë e vërtetë. Tash dua të dalë edhe tek libri tjetër, Dëgjoj këngë dhe haro brengën. Çka përmbron brenda vetes ky libër? Për të gjithë ata shikuesit të cilët një libër pra me një titull shumë simbolik apo, me një titull që Dëgjoj këngën dhe haro brengën, pra nga vetë titulli kuptojmë që duhet dëgjuar kjo këngë për t'u larguar nga brenga dhe nga hallet e përditshmërisë. Pse? Sepse kënga është një sintezë e tekstit edhe melodisë. Këtu, në këtë libër, unë i kam përmbledhur pra ato krijime që janë thjesht vetëm sintezë e tekstit dhe melodisë, pra këngë popullore, që vinë nga tabani popullor, por që janë harmonizuar dhe që janë përpunuar nga kompozitorë të cilët kanë pas vesh të stërholluar, kompozitorë me eksperiencë të jashtëzakonshme, të cilët kanë arritur që këtë sintezë të tekstit dhe të melodisë tani ta sjellin në një format tjetër për masa tjera, pra duke përpunuar në kuptimin horizontal, vertikal, duke bërë gërshëtimin e themi të metrit, me harmoninë të melodisë, me tekstin të burimores, me artistikën, dhe kretë kjo është një vlerë artistike e cila pra është ekuilibruar, është e baraspeshuar, është e bukur, është e mirë, dhe kjo, kur të dëgjohet, sigurisht që të dëgjuesi do të krijoj harmoninë shpirtërore, do të krijoj rahatinë shpirtërore, do t'i largoj dëgjuesin nga dalldisjet, themi, mendore, nga ato trazime shpirtërore tjera, dhe pikërisht ai dal nga dal do t'i haroj brenga, do t'i haroj hallet. E bukur shumë. Po për të gjitha ata shikuesit të cilët po ta shikojnë tani, ku do të mund dhe si do të mund të gjejnë këto libra? Thamë që ditën e shtunë është promovimi i librit. Shtunë do të bëj 2 promovime të këtyre librave. Një promovim do të zhvillohet në librarinë e Qarshis në Shkup me fillim në ora 13, ndërkaq përurimi tjetër do të bëhet në klubin Oda, që ndodhet në Qendrën për Kulturë në Tetov, në orën 18:30. Pra, në këto ceremoni përurimi, do të marrim pjesë recenzent të librit, do të marrim pjesë ca njohës të mirë të sferës, pra nga fusha e këngës korale, do të merr pjesë dirigjenti dhe kompozitori i njohur tepër ambicios Pejani Memlik Elmendi, veprat e të cilit kohëve të fundit vazhdimisht i dëgjojmë në Itali, prezantohen në Argjentinë, në Indonezi e gjetju. Ndërkaq, për librin tjetër, Meditim për artin tim, do të referojnë 2 recensentët e librit që janë nga Tirana, 2 pedagogë që punojnë në Fakultetin e Muzikës në Universitetin e Tiranës. Recenzenti i parë është profesor Edmond Buharaja, i cili veçmë, pra që kur kam dërguar dorëshkrimin, ai shkruajti një recension, një shkrim shumë analitik, një shkrim i cili u botua edhe në revistën shkencore të lidhjes së kompozitorëve të Maqedonisë, u përkthye në gjuhën maqedonase dhe u botua në numrin e fundit, dhe natyrisht do të flas edhe recenzenti tjetër që është profesoresha Holta Sina, gjithashtu muzikologe në Fakultetin e Muzikës në Tiranë, ndërkaq do të dëgjojmë edhe ca sekuenca filmike të marra nga ca intervista që kanë dhënë lidhur me librat nga profesor të Kosovës dhe të Shqipërisë që paraqesin autoritete në fushën e muzikës. Po për të gjithë ata të cilët dojnë të blejnë këto libra pas promovimit. Këto libra pra
do të shpërndahen në për librari, do të shpërndahen në për të gjitha bibliotekat kombëtare dhe universitare, dhe të gjithë ata dashamirë të artit, të gjithë ata studiues, të gjithë ata interpretues, të gjithë adhuruesit e fjalës së shkruar kanë mundësi që të shfletojnë këto libra dhe besoj që vetëm pasi ta mbyllin kapakun e fundit, pra gjatë një lundrimit, them në për oqeanin që quhet meditim për artin tim, kur do ta mbyllin kapakun e fundit, ata fillimisht mund të frymojnë dhe do të shohin se ky përjetim i këtij lundrimi me të vërtet ka qenë shumë i këndshëm. Uroj që tjetë ashtu si që thoni ju, ndërsa përveç që një libër kërkon shumë punë dhe energji, kërkon edhe mjete materiale. Sa keni pasur për kraje nga institucionet të ndryshme, personalisht për librat të cilat i keni botuar? Natyrisht, asgjë në këtë botë nuk mund të bëhet në mënyrë individuale dhe punët individuale nuk vlerësojnë shumë në botën e civilizuar. Edhe kjo është një punë ekipore. Unë falenderoj të gjitha ta që në çfarëdo lloj mënyre kontribuan për realizimin dhe për përfundimin me sukses të këtij libri. Unë pra përshëndes të gjithë anëtarët e ekipit të redaktues, thash Edmond Buaraja, Holta Sina, konsulentët profesoresha Indira Çipa, profesoresha Emira Islami, lektorët Violeta Almuqa, profesor Hashim Baftjarin. Përshëndes gjithashtu edhe ideatorën e kopertinës të Shpresa Ramadani, që është bashkëshortja ime. Pra, falenderoj mbi të gjitha babain tim të ndjer, i cili më ka dhënë përkraje të fuqishme gjatë gjithë kohës kur unë po përgatitja dorëshkrimin, por i cili ndroi jetë një muaj më parë dhe nuk pati mundësi ta shoh dhe ta përjetoj dritën e këtij botimi, sepse libri ndodhej në shtypshkronjë. Ai më ka dhënë përkrajen më të madhe, më të fuqishme, morale, them edhe jetësore. Një njeri i cili gjithmonë ka qenë i pari që mi ka lexuar dorëshkrimet dhe mi ka dhënë vërejtjet dhe sugjerimet e duhura. Përse për këtë libri tjetër, më duhet të falenderoj recenzentin profesor Miltovakon, një dirigent shumë i njohur nga Shqipëria, i cili mi ka dhënë vërejtjet me vend, i cili ka shkruar gjithashtu një recension shumë analitik në lidhje me këtë libër. Falenderoj gjithashtu konsulentët, falenderoj dirigentët, falenderoj të gjithë ata muziktarë që në një farë forme mi siguronin materialet dhe më udhëzonin se si duhet të duket ky libër. Për këtë libër duhet të falenderoj shoqatën për art dhe kulturë Sofra Gjakovare nga Shkupi, që është botuese e këtij libri, me ish kryetarin zotëri Baki Maliqin, i cili gjithashtu ndroi jetën, edhe ai nuk e përjetoi botimin e këtij libri, me të cilin unë shumë pak u takova, po mësova shumë nga ato takime sado që patëm. Një njeri me energji të jashtëzakonshme, unë e quaja një plak me zemër rinore. Falenderoj gjithashtu edhe Ministrinë e Kulturës të Republikës së Maqedonisë që ndihmoi, domethënë, financiarisht në botimin e librit meditim për artin tim, dhe gjithashtu duhet të përmend edhe qytetin e Shkupit, pra sektorin për kulturë të qytetit të Shkupit, të cilët gjithashtu më mundësuan që ky libër të përkrahet materialisht nga kuvendi i qytetit të Shkupit. Po, biseduam për të dy librat, profesor. Jeni edhe pedagog. Punoj në gjimnazin e Tetovës. Duat të dalë pak edhe te profesioni. Profesioni juaj është detyrim apo e bëni me kënaqësi? Puna e pedagogut është punë e vështirë. Është punë e vështirë, është punë e lodhshme, por në anën tjetër do të kuptohet edhe si një punë, edhe si një veprimtari shumë e shenjtë. Ne pedagogët pra kemi të vështirë se ballafaqohesh me lloj-lloj karakteri, me lloj-lloj studenti, me lloj-lloj nxënësi, të cilët kanë ambicie, kanë dëshira, kanë natyra të ndryshme, por në anën tjetër është edhe një punë që të krijon një lloj kënaqësie. Megjithatë, them që detyrimet janë të mëdha sepse ne duhet gjithmonë të jemi të kujdesshëm në procesin pedagogjik, duhet të mendojmë për plane afatgjate. Pra, duhet të them që duhet të përmend një fjalë të urtë që thotë nëse
do të korrësh çdo vit, atëherë mbjell misër dhe grur. Nëse do të korrësh 100 vjet, atëherë mbjell arsim dhe kulturë. Pra, ne duhet të punojmë në këtë çështjen e dytë, që ne duhet të shikuar në një rrugë më të gjatë. Dhe me që jemi tek rruga më e gjatë dhe te planet tuaja, çfarë planifikoni gjatë vitit të ardhshëm? Do nxjerrni edhe ndonjë vepër tjetër dhe cilat janë aktivitetet tuaja? Unë kam konkuruar në Ministrinë e Kulturës të Republikës së Maqedonisë edhe me një botim për vitin 2017 dhe shpresoj që atë libër ta botojmë gjatë vitit të ardhshëm. Është një libër i këtij formati që quhet Jehon Kanga Korale. Ndërkaq, nëse jemi gjallë dhe shëndosh, shpresoj të publikoj edhe dorëshkrimin e një përkthim nga sfera e etnomuzikologjisë, një botim pra të etnomuzikologut gjerman shumë të njohur Fritz Bosse, që quhet etnomuzikologjia. Faleminderit shumë, profesor. Ishte kënaqësi e veçantë, profesor, që ju kishim sot në studion e emisionit Pastel. Unë ju dëshiroj vetëm suksese dhe shpresoj të shihemi për sene të bukura. Faleminderit për ftesën. Dhe faleminderit që po kontribuoni për kulturën shqiptare. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi e veçantë vështeve të dashur, sepse shpresoj që dhe ju ndatë kënaqur me bisedën të cilën e realizuam me profesor Bekimin. Edhe një herë ju rikujtoj meditim për artin tim dhe dëgjo këngën dhe harro brengën. Janë 2 libra të cilat ditën e shtunë në fillim në ora 13 në librarinë e Qarshis dhe më pas do transferohet në ora 18 në klubi Oda në Tetov dhe më pastaj do të keni në çdo librari dhe në çdo bibliotekë në Maqedoni ku ju mund t'i bleni këto libra. Qëndroni me neve, miqtë më të dashur, kthehemi vetëm pas pak me diçka të bukur.